Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë njerëz në umetin tim, të cilët do ta teprojnë në pastrim edhe në dua. Do ta teprojnë në pastrim, çka nën kupton? Ose do të harxojnë ujë shumë, ose do të bëhen vezvese dhe do të pastrohen ku me ditë sa herë dhe nuk do të binden pastrimin e tyre. Dhe do ta teprojnë në dua. Çka nën kupton me tepru në dua? Do të kërkojnë prej Allahut gjëra që nuk ju takojnë atyre dhe janë tepruara dhe nuk ban ato lutje me ja bo Allahut azza wa jall. Kështu ndodhi me Saad ibn Abi Waqqasin, i cili e këshilloi dikant. Dhe kështu ndodhi me Abdullah ibn Mughaffal, i cili e këshilloi djalin e tij. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu e dëgjoi djalin e tij duke bë dua dhe duke thonë: o Zot, ma ban nasib pallatin e bardh në djath xhenetit. Abdullah ibn Mughaffal kur e dëgjoi këtë dua, tha: o biri im, kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: do të vinë njerëz që e teprojnë në pastrim edhe në dua. Lutë Allahun, Allah ta ban nasib xhenetin, po me lutë Allahun pallatin e bardh, kjo është teprim. Me lutë Allahun kanë e djath, kjo është teprim. Lutë Allahun: o Zot, ma ban nasib xhenetin. Në rregull, po a pallatin e bardh, atë verdh, atë kaltër, e kështu me radhë, kretë të gjërat tepruara, anë djath, anë të majt, te dera, në qosh, e kështu me radhë, këto nuk janë rregull. Po çka? Lutë Allahun ashtu si ka hije. Kanë thonë dietarët, edhe për çështjet dunjas, edhe për çështjet ahiretit, mos e tepro në dua. A ka për njerëzve që ka mundësi e teprojnë në dua për çështjet dunjas dhe e teprojnë për çështjet e ahiretit, dhe kjo nuk është në rregull. Disa bile prej dietarëve kanë thonë: bile, mos e kujdëzo duan tënde ndaj Allahut. Nëse kërkon diçka prej Allahut, mos e kujdëzo. Allahu me ta mundsu filan punën. Allahu me ta mundsu për martesë filanën. Allahu me dhën pasuri sa kaq me numër, mos e kujdëzo. Mos e kujdëzo, lutë Allahun, Allah t'jep pasuri. Sa? Mos e kujdëzo duan tënde. Allah ta mundson martesën me dikant që është e hajrit për jetën tënde, për imanin dhe islamin tënd, në rregull. Ose kanë thonë: lutë Allahun dhe thuaj: o Zot, ma mundso nëse është hajër për mua. Se ka mundësi njeriu në disa raste lutet kundër vetvetes. Pse? Njeriu nuk e dit ardhmen dhe thot: o Zot, ma mundso filan punën. Allahu ja mundson edhe i del sherr. O Zot, ma jep filan pasurin. Allahu ja jep dhe mandej i del sherr. O Zot, ma mundso martesën me filanën dhe Allahu ja mundson dhe mandej bën copa me zveti. Po çka? Lutë Allahun, nëse është hajër, Allahu me ta mundsu. Nëse nuk është hajër, Allahu me të largu. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundsi ju e doni një gjë, ajo sherr për juve. Ti e don, lutesh, mundohesh, ajo sherr për ti. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka mundsi ju e urreni një gjë, ajo është hajër për ju. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu e di, ndërsa ju nuk e dini. Allahu e di çka është më hajër dhe çka nuk është hajër. Andaj mos teprohet duaja dhe njëjtë mos kushtohet duaja përveç duke shtu nëse është ajo hajër për besimtarin.